Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Me ne është bashkuar në një lidhje të drejtë për drejtë nëpërmjet mediave online, zoti Frok Çupi, analist i mirënjohur po ashtu edhe gazetar. Zoti Çupi, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Besoj që keni ndjekur me vëmendje atë përshkallëzim që ka pësuar protesta, duhet të themi një metamorfozë nga një protestë që ishte paqësore në fillimit e saj, ka kaluar në situata më të dhunshme. Si e gjykoni ju? Besoj se qysh prej fillimit ishte projektuar si e dhunshme dhe ishte projektuar për të mbërritur në këtë situatë. Unë kam pasur rastin që realisht kam thënë që atëherë që kjo do të ngjajë protestave të tjera të dhunshme. Se ishte projektuar qysh prej fillimit. Pra arsye se argumenti nuk qëndronte. Argumenti i protestës paqësore nuk qëndronte. Para, e dyta, qysh prej fillimit grupimi i protestës dha shenjat e nervozizmit, dhe shenjat e nxitimit, shenjat e një situate ku ndjej ngushtë. Nuk ndjej në atmosferën e vet. E treta, një problem se ajo u përkrah shumë shpejt nga politika opozitare, partitë opozitare të cilat i kanë organizuar këtë lloj protestash prej shumë vitesh, domethënë është një déjà vu. Nuk ka asnjë fantazi tjetër. Dhe më vjen shumë keq që edhe kjo protestë humbi në klishet e vjetra dhe nuk arriti dot të prodhoj qoftë edhe një skenar tjetër, qoftë edhe një regji tjetër, qoftë edhe një fytyrë tjetër, qoftë edhe një fjalor tjetër, qoftë edhe një kulturë tjetër, qoftë edhe një stacion. Domethënë protesta për natyrën është shumë e bukur, protesta për natyrën është shumë e vlefshme, është shumë e admirueshme. Po të ishte thjesht për natyrën, duhet kishte stacionet e veta natyrore, duhet kishte stacionet e veta në mbrojtje të vlerës dhe duhet kishte stacionet vërteta, reale. Praktikisht sot jemi në situatën, domethënë që dje, jemi në situatën kur është protesta ka degraduar në një grupim dhune, në një grupim urrejtje. Dhe s'kemi asnjë dallim, asnjë ndryshim nga protestat e mëparshme me të partive politike. Megjithatë vetë partitë politike të opozitës janë të përfshira në këtë protestë, jo vetëm të përfshira, por realisht lëvizin fiet. Dhe janë një lloj garancie, janë garanci për to. Garanci u kanë garantuar që do të plotësojnë mungesën në parlament, që do të thotë se do të përfaqësojnë në parlament protestën ose si thua këtë grupimin që tashmë është kryer në dhunë. Dhe kanë shpresë se me këtë rast mund të mbledhin edhe votues partitë politike. Zoti Çupi, mendoni që ka element të ndryshëm brenda protestës, është artikuluar shpesh nga kryeministri Edi Rama, nga analistë të shumt, po ashtu edhe zoti Balla tha ditën e djeshme që ka element kriminal brenda saj, ka forca të jashtme që kanë ndërvepruar. Mendoni që ka? Asgjë, Mario, nuk ndodh për shkak të asgjë. Gjithçka ka një arsye. Kjo është shumë e përgjithshme për ta thënë. Por në rastin tonë ne jemi të përfshirë në një radhim. Ne nuk e kemi pasur këtë shqetësim sepse nuk kemi dashur ta kemi. Për arsye se pas viteve të 90 njerëzit e humbën, ose si thuash e hodhën, jo e humbën. Po thjesht e hodhën kujdesin për mbrojtjen e atë dheut. Fjala mbrojtja e dheut dhe entuziazëm për atë dheun ishin fjalë komuniste, u konsideruan si fjalë të primitive, të vjetra, të harruara. Realisht po të thuash se vendi nuk ishte i rrezikuar, vendi nuk ishte në kërcënim, është një naivitet shumë i madh. Ishte, por njerëzit kishin aq shumë halle, aq shumë probleme me
me qeverisjen e tyre sa në subkonsciencën e tyre rrinte ideja që edhe djalli ta marrë këtë vend, vetëm ta marrë se ne nuk e duam. Ju e dini se sa edhe djalli ta pushtoi, edhe djalli ta okupoi, edhe djalli në dash rusi, në dash të thuash ti, në dash serbi, në dash kush të dojë ta marrë, aq më mirë nëse e merr një perëndimor. Dhe realisht fjala që atë në shitje atëherë ka qenë shitje. Dhe nuk ka ndodhur më, ka qenë një shitje popullore, mbar kombëtare, mbar njerëzore, njerëzit ishin të mërzitur me dheun e tyre. E ky ishte problemi. Por le të vim tek rasti ynë. Rasti ynë ishte se atëherë sigurisht që kanë lëvizur të gjitha fijet e politikave të fsheta, kanë lëvizur gjitha fijet e agjensive të keqdashtë ndaj Shqipërisë, dhe ato janë investuar në Shqipëri, kanë heshtur, kanë qëndruar aty. Ne dim që nga raportet e ardhura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që nga vetë raportet e shërbimeve sekrete të vendeve fqinjse se në Shqipëri prej shumë kohësh ishin vendosur dhe ishin paguar njerëz të politikës, njerëz të medias, njerëz të influencave për të ndërtuar një atmosferë të tyre. Dhe praktikisht ja ku erdhën në rastin tonë. Por edhe është funksionuar, kanë funksionuar gjatë kohës. Mos harroj një gjë që ne kemi një 30 vjeçar shumë të goditur. 30 vjeçar që jemi brenda është shumë për tu parë dhe për tu vajtuar. Ne kemi një 30 vjeçar që në vitet e para të hapjes nuk ishim asnjë përveç se disa agent që u kapën në Shkodër, agent të Serbisë në vitin 91. E kishim vendin të pastër nga kjo gjë, por në mos harrojmë në vitin 97, sipas Departamentit të Shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipëria kishte 95 celula terroriste të Al-Qaedes dhe të shërbimeve tjera në linjën e mesme dhe terroriste. Mendo se sa e ndotur, sa e infektuar, sa e helmuar është ky vend nga kjo gjë. Dhe pastaj vim tek një vend shumë i akuzuar prej nesh, që është Irani. Irani është këtu në vendin tonë si një shtet armik, qysh prej viteve kur në Shqipëri u vendosë opozita iraniane, por Irani ka ekzistuar këtu, ka rezistuar këtu si një ideologji. Mos harrojmë që në Shqipëri ka vepruar në mënyrë shumë të thellë Fondacioni Saadi Shirazi, ka vepruar Fondacioni Iranian Firdis, të cilët janë ndërthurur me universitetet e Tiranës, kanë qenë pjesë e universiteteve. Janë sot e kësaj dite në regjistrat e zyrtare, janë pjesë e universiteteve. Nga ku? Edhe vini pjesë e këtyre studentëve dhe pedagogëve, sidomos e pedagogëve, që shkaktojnë terror dhe që shkaktojnë dhunë në dyert e parlamentit e tjerë. Domethënë vim tek një gjë, tek një fakt që padyshim që këto janë influenca të ardhura nga jashtë dhe ne kemi një shans, më thoni që ne po goditemi në të njëjtën kohë, nga të njëjtat fuqi të zeza, po në të njëjtën kohë me Europën. Irani dhe Rusia po godasin Europën. Irani dhe Rusia po godasin Perëndimin. Irani dhe Rusia po godasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne jemi në këtë presion. Ajo çfarë thonë këta protestuesit që bëjnë si profesora, që ne nuk, jo protestuesit, po njerëz të dhunshëm, që ne nuk i shkaktojmë gjë Shqipërisë, ose si thua, disa prej tyre thonë do ta ndalojnë, atë qëllim kanë ta ndalojnë, domethënë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Është pamundur sepse Bashkimi Evropian, teoria perëndimore, survejanca perëndimore, di gjithçka rreth këtij sulmi dhe ata e dinë sepse janë të sulmuar vetë nga njëjta dorë. Kështu që në kohë që dëgjojmë her pas here që kryeministri thotë se jemi të sulmuar nga këto shtete armike,
qytetaria duhet të jetë më e vëmendshme, ose shumë më e vëmendshme, sepse kur thot kryetari i shtetit një alarm për një sulm nga shtetet të tjera, qytetarët nuk e diskutojnë më, nuk e vënë në pikpyetje, nuk e shtrojnë si që është apo s'është e vërtetë, sepse nuk është detyrë e qytetarit, detyrë e qytetarit është të vihet në radhë për mbrojtjen e interesave të vendit dhe të vlerave të kombit të vet. Dhe ne padyshim që jemi në këtë moment jemi në luftë. Ka shpallur kryeministri i Shqipërisë, inklud dhe qeveria dhe vetë presidenti i Republikës. Kanë shpallur që ne ndodhemi në një luftë hibride, dhe lufta hibride është luftë. Dhe me siguri në këto raste do të jemi një ditë afërt me siguri që do të mund të zbatojmë ligjet e luftës edhe për aktet të tjera, aktet që dhunës dhe aktet e terrorit kundër institucioneve të shtetit. Ju e përmendët Bashkimin Evropian, por me projekte të ngjashme ku pritet të investohen rreth 5 miliard euro të paktën nga ajo që deklarohet, ai më pranë Bashkimit Evropian me investime të ngjashme në çdo fushë? Ne kemi ecur shumë shpejt. Vendi ynë ka ecur në mënyrë të çuditshme. Ne këtu jemi dëshmitarë, s'kemi bërë asnjë hap. Domethënë kemi nisur të bëjmë ndonjë hap në ato vite dhe nuk kemi arritur asgjë. Dhe për brenda kësaj dekade të fundit ne kemi kryer të gjitha procedurat e duhura dhe kemi kryer të gjitha detyrat që quhen detyrat e shtëpisë të Bashkimit Evropian. Domethënë tani është pyetja, unë për vete padyshim që me dituritë e mia dhe me informacionin që kam, jam krejt i sigurt se ne në vitin 2030 jemi antar të Bashkimit Evropian me ato kushte që ka përcaktuar vetë Bashkimi Evropian. Por një gjë dua të them, që nëse ne vërtet ndodhemi në prag të një ngjarje kaq të madhe dhe kaq historike, pa zëvendësueshme, më bën përshtypje që ka plot njerëz, ka plot parti politike, ka plot grupime, të cilët e shikojnë këtë gjë me qesëndi dhe thonë se është e vërtetë, s'do jetë e vërtetë. Dhe në kohën që kushdo prej këtyre dhe çdo individ e ka për detyrë më qytetare që në kohën kur dëgjon dy faktorët kryesorë, që është Shqipëria politike, domethënë qeveria shqiptare, dhe Europa politike, domethënë Bashkimi Evropian, që thonë po, ne jemi për njëri tjetrin në vitin 2029 dhe 2030. Si mund të jetë një faktor tjetër, një zot tjetër, si një ditur tjetër në thojza, që thotë jo s'është e vërtetë. Kështu që ju thoni për investimet prej prej 5 miliard euro që realisht janë të dedikuara për vendet që kandidate që do të vendet shumë afër për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ne ishim dëshmitarë dhe ditët e fundit, dje për dje më duket, kur Bashkimi Evropian ka liruar fondet caktuara dhe Shqipëria ka merituar ose ka mundur të thithë fondet të tilla, saqë e ka përcen dhe vetë, si thua, madhësinë e shtetit, problemet e shtetit, siç edhe janë kriteret. Por është një gjë keqe, që një gjë e rëndë, që jemi detyruar ta themi, që Republika e Kosovës jo vetëm ka ngecur në vend, por po i merren fondet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian dhe po i jepen të tjerë, madje po i jepen të Shqipërisë. Dhe është një faktor, të paktën në raportin kombëtar, është një faktor që ne na shqetëson. Po opozita çfarë roli po luan në këto zhvillime politike në Shqipëri? Është pro protestës, është dhe kundër protestës? Është interesante se e gjithë kjo protestja ka filluar të bëhet të marrë fytyrën e PD-s. Dhe padyshim që do jetë pjesë e PD-s. Dhe padyshim që ditët e fundit do t'i kërkojë PD-s që shikoj ne sakrifikuam për ju, na jepni pushtet. Sepse në popull nuk merr dot pushtet, sepse nuk organizohet dot kjo protestë. Nuk organizohet sepse nuk ka filozofi, nuk ka ide, nuk ka teze, nuk ka koncept.
nuk ka dobi, nuk ka vi, do të thënë që të mund të elaboroj një ide, mund të elaboroj një qëllim. Ju e dini se fakti që aty janë shkarkuar gjithë hallet, gjithë problemet që ka një popull, kudo popujt e njerëzit kanë hallet e tyre, do të thotë se është aq e shpërndar, aq e pagatueshme, është një miell në magje që nuk bëhet bukë. Kështu që ditën e fundit padyshim do të vi momenti kur do t'i kërkojnë PD-s që të jemi pjesë e juaj dhe atëherë do shikojmë qartë se kjo është natyrshëm, s'ka ku shkon tjetër përveç atje. Po siç ndodh me njerëzit që shtyhen, nxiten diku dhe po ju tregoj një ngjarje, një historia ime politike në ato vite, në vitin 91 kur ishim redaktor i RD-s. Në momentin që ra monumenti i Enver Hoxhës në Shesh, PD-ja nuk ekzistoi më për disa kohë. Dhe atë natë duhet të nxirja gazetën, duhet të nxirja RD-n, dhe ishte vonë, ishte mesnatë. Kur dal papritur, kur dal për të shkuar në shtypshkronja në zyrët e redakcisë, atje pash disa njerëz nga ata që kishin rrëzuar monumentin dhe të cilët ishin të shpytyruar dhe më kërkonin do t'ju vrasim. Na gjeni siguri, na jepni siguri se ne do t'ju vrasim. Dhe realisht ishin të kërcënues. Sigurisht kishin hallën e tyre, nuk po them se ishin kriminal, por edhe larg krimit nuk ishin. Kështu që njeriu kur shtyhet, nxitet për të kryer një krim, dhe ata aty u konsideruar krim me rënja e monumentit, edhe vetë Berisha e konsideroi një krim, atëherë padyshim që do të mbështetet tek më e ngjashmja. Më e ngjashmja ishte PD-ja, RD-ja, dhe ata ja kërkonin këtë gjë. Kështu që ja kërkojnë PD-s këtë gjë, dhe i kërkojnë pse kemi shumë burgosur, dhe i kërkojnë pse kemi shumë për të paguar shumë dëme, sepse kanë shkaktuar dëme dhe materiale dhe ekonomike etj. Do t'ja kërkojnë PD-s, dhe PD-ja do jetë ajo që do të përpiqet të jap ombrell kësaj lëvizje nëse do të mund ta bëj këtë gjë. Por është e tëra, është PD. Zoti Çupi, edhe një pyetje të fundit, si e shikoni fatin e protestës? Do të jetë e zgjatur në kohë apo pak nga pak do vazhdoj dhe të rrudhet? Jo, unë e shikoj, sigurisht jam krejtësisht i gabueshëm në këtë rast. E shikoj që do zgjas, do kthehet në një lloj sëmundje të vogël aty në bulevard. Njësoj është një njëjti arketip si dhe protestat e PD-s, protestat dhe foltorët e PD-s, më shumë. Do kthehet në një foltore të PD-s. Dhe foltorët ju e dim të gjithë ne se u kthyen 5 veta atje çdo ditë, çdo të hënë dilnin. Këta do të jenë 5 veta, po do dalin çdo ditë dhe si një lloj sëmundje do të mbeten atje në sa dhunë do të shkaktojnë. Përshtypjen se ajo që tha kryeministri Rama dje se ne jemi në një moment durimi, dhe pastaj do të kalojnë në një moment reflektimi, nëse jam i saktë. Do thotë se shteti padyshim do të mbrojë qytetarët e vet, do të mbrojë institucionet dhe do të përballojë dhunën, do ta përballojë padyshim me sukses, sepse shteti është tashmë i përgatitur për situata të tilla. Kështu që do ta kemi për një kohë të gjatë si një lloj sëmundje aty në Shesh, por që është për të ardhur keq, për të thënë drejtën, se u nisi një protestë qytetare dhe qytetarët ngelen pa protestë. Do të thënë s'kan vend atje, s'kan punë atje, qytetarët janë qytetarë, janë të butë, janë njerëzor, janë të tjerë. Kështu që tashmë qytetarët kanë mbetur sanduiç midis asaj që quhen protestë e cila shpresonin se ç'është do ishte, dhe qeverisë e cila po i mirëpret dhe po i kërkon për dialog. Ajo që thot kryeministri është pikërisht kjo situatë, do të thënë qytetarë që kanë ngelur pa protestë o amorën dhe e kthyen në dhunë, por qytetarët janë me interesat e tyre aty, kanë problemet e tyre. Dhe qeveria e cila me siguri mirëpret për të biseduar. Zoti Çupi, shumë faleminderit për praninë tuaj dhe faleminderit shumë që gjetët kohën për ne për këtë analizë tepër të detajishme. Faleminderit shumë.